Përshëndetje miqtë mi, uroj që videoja më ju gjetë sa më mirë edhe uroj që të ketë za kjo gjë që tham. Unë nuk para dal për këngët e mia fort shpesh ose për rastet e mia ku jam diku e ftuar, po kjo lloj video do të më bë sepse më takon. Më takon mua, i takon kolegëve të mi, i takon çdo lloj figure që është artistike edhe jo artistike. Duke nis nga ngjarje që kanë ndodhur dje, unë s'kam pas kohë mi pa, kur i kam pasët, kam nis me qa. Ju lutem shumë, ju bëj thirrje jo vetëm për në Zvernec që ka ndodhur, por edhe për në Rjoll, se ka të paktën 3-4 muaj që merren ato të shkretit edhe nuk po gjen zgjidhje. Çdo gjë ka një zgjidhje. Çdo gjë ka një zgjidhje, dhe zgjidhja është më mbledh tan bashk, i madh dhe i vogël, duke nis nga unë si Eli, e duke përfunduar ku diun deri te më i vogli, deri te ai më i pamundumi, po çka ka me ec. Arsyeja është që po ne po kuptojnë shumë mirë dhe është pa me kohë që na po shpopullohen nga Shqipëria, po përveç Shqipërisë po shpopullohen edhe prej shtëpive tona. Edhe kjo nuk është e drejtë. Do kisha dashur që kjo video me marr pëlqime edhe më u shpërnda, sepse nuk është për të mirën time personale, por është për të mirën e të tanëve ne. Do kisha dashur kolegët e mi, këngëtar, do kisha dashur shokët e mi, miqtë e mi që janë moderator, gazetar, me emën pa emën, përhapni lajmin nëpër tan shqiptarin. Dje ka është Rjolli, sot Zverneci, nesër kam kanë shtëpia jote, kam kanë edhe shtëpia jeme. Mos t'i lajm këto lloj njerëzish, sepse i madhi që është pushtet është pa qartë që nuk e don vendin e vet, nuk i don shqiptarët. Edhe don me na fut me të tjerë dhe don me na zëvendësu. Mirë po, na kena vetë në dorë, nëse dona me na zëvendësohen a kretë kollaj. Nëse s'dona, s'ka birë nëne që quhet për këtë pjesë. Kështu që dëshiroj që sa më shpejt të dalë një që është adekuat për këtë punë, të bëjnë thirrje që të mbledhet jo kombëtare, po mbar kombëtare, të ketë një mbledhje masive edhe mos të lajm asnjë prej njerëzve që janë roje siguritasa privat, apo kushdo qoftë, apo shtet, apo mbi shtet, për me shkel në të drejtat edhe në pronat tona. Ju lutem shumë, bani video sensibilizuese, ju miqtë e mi, shokët e mi, tanë që jam njihni personalisht. Unë ju thash edhe parë, nuk bëj video të tilla, sepse nuk jam ndoshta natyra e tillë. Ndryshe jam muhabeti kur dalim ballë për ballë. Po si duket, na ka ardhur medal, sepse fundi është fund. Mos shpopullohena edhe mos zëvendësohena me të tjerë. Aq më tepër me këto që pas kanë marrë Zvernecin, është marrja, është turpi jon. Kështu që çonin kam shoqni, çonin kam burra e gra dhe fëmijë, edhe të mbrojmë vendin ton. Duke nis nga unë Limale e para, e duke nis nga Rjolli, duke nis nga Valbona, e duke nis aty ku janë të dasht me na zëvendësu. Nuk është se po e blejnë pronën, edhe po e shpronësojnë pronarin, po janë të javjall, edhe me hajni nuk shkot kur kërkon larg, edhe kërkuj nuk i ban mirë vendi edhe toka huj. Uroj që videoja të ketë za, edhe uroj që të përdohet sa më shumë, edhe Zoti i bashkoft tanë shqiptarët anë mban botës.